Përshëndetje dhe mirë se ardhet në Oda Podcast. Unë jam Marko. Unë jam Manjola dhe si gjithmonë, mas kamerave kena producentin ton, Elvisin. Sonte për ju miqtan, kudo ku jeni në përbot, kena pru një djalë malsijet. Një djalë me shumë talente, me një za të amel. Për ju sonte vjen Fran Luca. Mirë se erdhe Fran në Oda Podcast. Mirë se u gjeta, mi herë me lejoni t'ju përgëzoj për këtë bukuri që keni bërë, që shikojnë pothuajse gjithë shqiptarët anë mban botës. Duhet t'ju përshëndes edhe unë juve, po ashtu edhe Elvisin, i cili gjithherë është mas skenet atje që nuk shihet. Punën më të madhe ai e bën. Po. U përshëndes, u uroj që t'jeni gjithherë të suksesshëm si fillimi, t'jen çdo ditë të ecin sa më mbar. Fran, mirë se erdhe, a ne më tem të përshëndes edhe faleminderit që pranove ftesën me orë në Oda Podcast. Na kuptojnë se çdo njeri, sidomos në Amerikë, është shumë i zanën me kohën, me punë, me njëri tjetër, dhe me marrë kohën, me artë e odejon, për ne është privilegj, pa hi me ba shumë reklama kush është Fran Luca, sepse jo vetëm komuniteti i Michiganit dhe diaspora Amerikës e njeh për shumë vite, por dhe në troje shqiptare, ku ka shqiptar, artisti jon i diasporës Michiganit, Fran Luca, njihet jo vetëm për zonën e tij, por edhe për këngë të bukura dhe mesazhet si sjell nëpërmjet këngës së tij. Kisha më thënë që për sa të njoh këtu në Michigan, pa hi me cilësu kush është më i miri e kush është më i keqi, sepse nuk ka artist mirë të keq, artistat kanë vlerën e vetë të tanë. Kam vure që ki marrë pjesë në gjitha festivalet, në kur kanë kënë festat kombëtare këtu në shtetin e Michiganit, në shumicën e rasteve ke kënë volunteer për me pru të shqiptar, të fëmijët tonë, të komuniteti shqiptar, këngën e bukur shqiptare në gjuhën e bukur shqipe. Dhe unë personalisht të përgëzoj dhe të falenderoj. Faleminderit Marko për fjalët bukura, po ashtu edhe ti Manjola, megjithëse Manjolin unë e kam si familjare, se kena punuar me Elvisin tash sa vite. Po se? Po ndoshta s'po na ngjon Elvisi. I hena si spari të them se me qenë se ti fillove tregosh për ato gjëra që i kam bërë unë vullnetarisht, i kam bërë se unë muzikën një herë kam spari të kam pasion. E dyta, gjithë kush i ka për qef parat, lekt, tollat. Po me qenë se unë kam edhe biznesin tim, nuk më varem pe i muziket, në jetë, ndoshta edhe me gjithë se paguhem e të mira janë, ndoshta shpesh herë humi ma shumë që i merren me muzikën se sa mos merrja. Por pasioni është numër 1 që më ka drejtua të merrem me muzikë, e kam në shpirt. E dyta është edhe ajo që thatë ju, t'ja përcjellim të rinjve, fëmijëve tonë, e mos të vdes ajo muzika jonë ma e bukur që janë shqiptare. Po se. Fran, me qenë si në të muzika dhe Marko, në fakt më mirë që e tha Marko i pari se me e thanë vetë të kanë punu njifen prej shumë vitesh edhe ndoshta bina jo vlera fjalëve të mia, pavarësisht se çdo fjalë që Marko tha janë të tana të vërteta, je me të vërtet një njeri me vlera për arsye sepse jep zemrën, edhe artisti vërtet është ai që nuk shef paren, pavarësisht se si e theti pari, as kërkush nuk i thot pares, ja? Jo. Kur i thojnë edhe mreti, ja kanë dhuratat edhe pasunin, por artisti vërtet është ai që e ka në zemër. Edhe me ken artist,
me shku, unë e di që në gëzime familjare, në shumë gëzime familjare je pjesë në këtë komunitet. Unë e di që keni udhëtu edhe me Elvisin, si në Maqedoninë e Veriut, si në Trojet e Malsis, në Malsi keni shku, kus keni shku të ba muzikë, dhe më tha një i dashtun, si këtu në Amerikë, në Michigan, po ashtu edhe në Trojet shqiptare, dhe më thanë, i ki lanë vend vetit edhe atje, edhe këtu thirresh pa fund. Por një prej këngëve tuaja është basi me thanë se hym, tanë e din, tanë e knojnë. A thu mi kishe kënu si me fillu i fije me gzim, se të shkena këngëtor këto. Po, E dona me fillu, për para se mu dzej loja. Tash me qenë se unë vërtet gjeta odën këtu, Po. odën e moqme, Po. Raki, Markoja, që më la, i herë gëzuar. Gëzuar. Pa tjetër që do të bajnë me la kongën. Po para se ta bajnë kongën, në përmende që kena kanë hoteleve, aty tash ti, po më duhet me cek pak se disa eri thote Elvisi, gruas time, i thote, ma shumë vjen, unë me frani në hotele se sa ti. Në gjë, keni një histori të Vetëm inshallah s'po trypnohet tash Elvisi. Për këtë se ashtë në erë. Në gjë, kanë me qesh, sepse pa me diftuti 100%, jo 10%, po 100% e batutave, e të humorit që keni ju kur punoni, që keni shku kudo, si në për Amerikë, se s'di me numru vendet që keni shku në për Amerikë, apo në vendet që keni shku në, si tash, në vendet në trojet shqiptare. Me filluan na me bisedua për batuta, për ngjarje, për ndryshim ndaj dasmave tona, i kemi parë gjërat që si kena besuar. Ashtu që, po, me plot kuptim, gjërat mira, gjërat vjetra, jo... Tradita, bravo se... Ajo, është do më unë nuk e gjeta fjallën, me thënë ato tradita që ne si asi para menoshim. Bukuria e vendit tonë... Ne na dukshin batuta. Po jo, bukuria është sepse në një Shqipni e male, po një qytet ka një zakon, një tjetër ka një tjetër, edhe kur i shëtit, në fakt, të bëhet njaq amel, sa... pse ju ka pëlqy keni shku edhe vit tjera. Absolutisht. Nuk është se s'ka ngent mira. Po, me gjithat, ato me nimoni, me qenë se Manjola është këngëtare. Elvis, ku e kena keyboardin? Ja, në gja. 500 vjet me turk hejni, 100 vjet me shkja, nuk u shuam kur, as patën qmena ba, kemi ruaj gju, kemi ruaj flamur, nuk jem unë në gjun, as nuk do t'ullem kur. Bravo. Fjallë të mlaja, fjallë të mamë për vendin tonë. No zemra. Me qenë se shumë njërës nështë së më njohin për emën, po për këtë kongë më njohin disa. Po, është kjo kongë ajo dhe si është, me thanë, aja vula ose firma e repertorit tanë. Unë, sinqerisht, i vlerësoj shumë shqiptar e Mali Zi, sidomos këtu në Michigan, i njoftë 30 vite, e di se sa shumë patriota dhe sa të lidhën janë me vendinjen. Po dash me dalë në prej teme, se këto jena të folë për ty edhe për artin që bëndi, por dirëta me lidhë me faktin që ju keni shumë vite në Amerikë, keni ardhë i ri në Amerikë. Kom ardhë vitin në 97, fatkesisht në 2005 me kanë deportuar, na e derin vitin 2010. Po, dhe më dhanë, kur kjo ardhë, fillim kjo ardhë... Po, kom ardhë e 2-3 vjeç. Po, i ri. Ndeshta për publikon, se unë një di, sepse të njoh personalisht, edhe i njoh edhe shqiptarët e Malizi, qa më ndonë ti se është e thelpsore që vazhdoni me rujt traditen, me rujt muziken, zakonet, dhe atë lidhin e ngusht me shqiptarët e Malizi në vendinje. I herna para se të ja përgjigjen, ndeshta me të qashtë këta shqiptarët e Malizi, se me qenë se
Ju shqiptarët që jeni nga Shqipëria zguxojmë më thënë shqiptar Shqipnijet. Nga. Ashtë sikurat N-word. Vare se ku ja thu e kush e thot. Të shti, arsye pse unë shpeshherë tham shqiptarët e Malizi ose shqiptarët e Kosovës ose shqiptarët e Shqipërisë e përdori, është se jena i vetmi komb në Evropë, po ndoshta në botë, që jetojmë në 5 shtete. Dhe të pas parasysh se na jetojmë në 5 shtete, kur ba me thanë malësorët e Malizi më duke sikur i largoj, ose si më thanë veç Kosovar. Unë e di atë, po për atë e bana pyetje ta një gjojnë publiku, se është e kompa që disa herë debatohen ato gjana. Ne jemi ata shqiptarët që jena, edhe shqiptarët e Shqipërisë, edhe shqiptarët e Italisë, edhe shqiptarët e Greqisë, edhe shqiptarët e Turqisë, edhe shqiptarët e Maqedonisë, edhe shqiptarët e Kosovës, do më tha, jena të disa shteteve, ashtu që mos t'i vinë kur ku i keq. Nëse i thot diku shqiptari Shqipërisë, ose shqiptari Malizi, kjo kje vetëm pak me nguciu në temë. Shumë je banë, se shpeshherë në për komente, në thëjmë pëse thu. Edhe jena i vetëmi kom që kena pas 3 kryeministra njajtin vit. Një në Malzi shqiptar, një në Kosovë dhe një në Shqipëri. Shumë e vërdet. Por edhe herë du më dalë të kja që të pyta, unë e di edhe herë, por... Pytja nështë edhe harrova. Jo, s'kom kja e kam fjallën që qatë muan ty ka shte lidhën me vendlinjen. Pa tjetër edhe si ty, s'unë qofë, gjithë herë, vetëm edhe tema që i hap me vendlindjen, me Shkodra është gjithçka për ty, që ashtu është edhe për mua. I herë nisem nga Trieshi, normal. Atër Tuzi, atër Malësia, anën banë, atër pothuaj se Shqipëria, shqiptarët e, do më thënë... Ashtë Adeneja, është Rumullak, se i cili maj vogël se njani. Më mbanë se atje Linda, Urrita, atje mësova traditat, atje mësova muzikën, këngën, atje mësova gjuhën më të bukur në botë, lënindër më të vjetrat. Unë jam historian, më falni. Jo, po është e vërtetë e që. Por është fakt që është një ndër gjuhët më të vjetra. Mos me kanë kur gjëna tjetër, ato janë të mjaftueshme, besoj që ta dua vendlinjen time dhe ta dua popullin tim. Jo vetëm është, po edhe i kënon. Edhe këngën që e ke ba ma patriotike s'ka si bëhet. Ke qef i kënon me tonë zemrën, është se kena kenë pas fatin me Elvisin edhe të studia jote që kenë shpi, me flamur, me tana llojet e traditave, muzikën të tana që i ban sepse ke një dashurit papame për vendin tanë, për tokën tanë, edhe këte, si të nas të tanë flasim se na kena pru një copë Malsi këto, një copë Shqipni, një copë Kosovë, i kena tana këto prej dashnis edhe prej dëshirës që kur mas mi hup traditat. Unë me muzikën kam filluar shumë i vogël, që është ta moshës 6-7 vjeçare, me të qenë se unë rrjellin nga një familje që janë shumë punëtore, edhe nuk besojnë edhe gjitha që në muzikë. Menojnë që muzika është... Hargjim kohet, e? Po, hargjim kohet, ta them ma thjesht, po. Ta ma shkodranqe. Por askur se kom shua pe i zemrët, atëherë kur jem marrë, do më thamë, kam punua në Malsi, në Tus, sa vite, atër kom marrë këtu, fillova këtu me muzikën, vitin 97, isham në pizza pari, që u kujtohet pa tjetër. Po. Edhe fillova biznisin edhe lash mrapa muzikën krejt. Që ajo është një humje, po... O do të, për momentin, për kohën, i do shama shumë dolarët në atë kohë. Se dhe jeta këto duhen dolarët. Atëherë, kur më kanë këthyë në vitin 2005 mrapa, atëherë mora, s'kisham kur gjanë tjetër me banë në vendlindje, për pos muzikit, atëherë ju përkushtoha ma shumë. Frano nuk dua me hi me bashkë bisedu barë, se na njofëm një tjetën, për kam ma shumë për publikon, unë një Frano interesa vite këto, kam pa dhe kam një Frano të kënu në për koncerte, në për festivale, po ashtu edhe në për gëzime familjare,
kam pa dhe kam një shumë këngëtarë që vinë nga Shqipënia, nga Kosova, nga Morezi dhe me të vërtet janë tanë artista, janë tanë mirë në knaqe, por një diçka që dhe është sa specifikisht me thanë për Franin e kam një gjithmonë të kënu live. Frani kur s'ka kënu me kaseta, me CD, me playback që thirën ata, Franin gjithmonë e kam një të kënu live, edhe jo shumë këngëtare bajnë a gjatë shumë artista, është një merit e Franit dhe du me të përgëzu nga ana eme, që ti gjithmonë kënu live për publikon, se ka hera jo artista nuk njëhen i mirë në është me kënu live, sepse njëri ju nuk është në formë të në kore, por ju e keni ba dhe pa të qevë që me pu për publikun këtë gjanë, e kush e një Franin e din që po thamë është shumë e vërtet. Faleminderit Marko, i herë vlerësoj që e din e që e ke pa ato, por artisti gjithherë i din ato gjana, po gjithherë vetëm në qofë se jam të inqizua videoklipe, atëherë jam playback se për ndryshe, kur dalën sken jam vetëm live. Punoj moti, do më thanë në përgëzime familjare, kam punuar qysh në Malsi, kem vazhduar këtu, tu bile ma shumë ti të kena punuar me Elvisin. Ke disa albuma, po jo? Albuma, po thuj se jo, po kem videoklipe. Një 24-5 këngë kem. Po, këtë dhe të me thanë, sepse unë i kam pa herë pas herë në YouTube, edhe kanë shumë klikime, videoklipet i kam pa që i ki ba, jo vetëm i ki ba në gjithë kënë. Në ki fokusu një vend për videoklipet. A ka mundësi për publiku me në diftu paka shumë kuj ki ba videoklipet? Videoklipin e parë kam ba në vitin 99 në Amerikë. Pe i pa mundësive se s'kishëm dokumenta. Dërsa për posa ti të gjitha janë ba në vendlindje. Po thuj se qumtat në Shqipëri, po ajo është vendlindja ime e vërtet, se jam shqiptar, ajo që tha me ma pari, Malizije, jemi gjithë shqiptar, jemi një. Jemi shqiptar, edhe donë zoti që i ditë që t'jem vetëm një. Mos t'jem as Malizije, as Kosovës, as mos t'jem të ndamë, po të jem të bashkuar. Një trupi vetëm. Ashtu që edhe po thuj se jena gjithsesi, edhe tani, por të shumëtat i kam ba në Shqipëri, shumëtat e videoklipeve, kam ba në Malzi, do më thanë në Tuzë, në Malsi, në Rëthina Tuzit, pikrisht në Triesh kam ba në Malsi, do më thanë në gjitha anë jam mënua të bajrë. Na daj në një histori, sepse di që ke shumë, që të kanë me të menje, që ke kënë në është një koncert, a ke kënë në një dasëm, a ke kënë diqa, edhe ke thonë, i këtë s'mundë me harru. Tësh, krejt ashtu se unë i di disfa, mos i tifta krejt ata, por në një tjetër që është... Po thuj se ti ma njolla i din shumë ta se fatmirësisht e ke Elvisin vlla. I di për Elvisin. Po, shikusat ta, nuk e din karrierën tanë të gjatë, ultimet tuja, pa fond sepse ka ken një periudhë kohet që ma shumë ishit në rrugë se ishit në shtëpi. Edhe si the ti, ma shumë ke hup se sa ke fitu, por artisti vërtet është ai artisti që nuk e ven në duke që po shkaj e hargjoj, por... Ja, prapë nuk mund them se kena hup, se nuk kena shkua. Jo, por në gjatë. Me konsideruar me biznesin. Gjithmonë, po tham, jo se ke ashtu, por të konsideru se ke një biznes suksesshëm, edhe kur ke një biznes suksesshëm, është një balans i madh. Nuk flasim dhe më thonë që i hupe një orë punet, por ke hup një biznes, edhe ajo me atë dhoj balansit, se nuk du që për me ull, edhe është vërtet, sepse ato shikusat ta nuk e din, por ti, përveç se je një këngëtar, je një biznesmen, edhe me një kompani të mirë filt, që shumë herë biles, unë thamë përmend një emnin e Franit kur shkoj për me marrë në i gja për shpinë, sepse nga që është kompani madhe i marri fje me ullje, këta janë sepse keja të biznes, e keja të gjatë të punë tane të tanë këty në viteve që e ke vu. Me këtë dhoj krahasimit e bëj që kur shko në për ultime. Po thuj se kena shumë,
Po, ma e mira, me qenë se Elvis është mas kamerave, ndoshta i të kanë ma mirë mjellën mikrofonin ati. Ajo dasma që anda me dal me kal, me kalu lumin, ajo më ka me të në... Mendje, ku ishit aty? Tash, s'do t'i të regojnë krejt ato. Okej, më falë. Po, ati që edhe kali u loll, me në qua. Tek dasma... Kishit. Ti ke ligjua bisedën, por... Jo, i kam ligjuar, janë histori të bukra. Atër disa herë që kena nej ka 4 ditë pa fjete, pe ulltimet e prej, edhe kur mreshin të veni, ishtë mësuar trupi e truni me nej zgjuat, edhe s'mon që mas me fjetë. Po, ka sot tila bol. Frani, kam 2 pyetje. E para është e kam pa edhe kam vure se edhe ke shprej dikon. Pse mendon që në Oda Podcast unë jam ai më i miri se Manjola se Gjona? Sa bukur ka bëu pyetje. Jo, e kam një gjuar, po. Se mërë se kam ditë që ki fort keq. Unë ta kalzova l'arsyen ma parë, se flok të gjatë. Pa. Nuk është se ke marrë pe shumë njerëzve, vetëm nga gruaja jeme. Unë i kishëm flok të gjatë, unë i preva, tash thot, Marko ja duket si artist. Ashtu që Une e pata për tanë kredit në ke marrë nga unë. Une pata për loj. Ashtu se tanë po luftohën ata. Unë pa më për lojnë, zë pata për lojnë. Po pyetja tjetër ishte kjo. Komuniteti i Michiganit... Kjo të ba me hajgare, mos në mërë një primen. Jo, e din shikusa tanë. Pyetja tjetër është kjo. Komuniteti i Michiganit është shumë i madh, me thonë nga tëna trojet shqiptare, si ju mbështet ju dhe si sillet me ju komuniteti i Michiganit. Dhe më thënë, të pas parasysh se ka edhe këngëtarë tjerë, edhe artista tjerë, si e gjeni ju mbështetje në komunitet? A është njësoj si e mbështetni ju komunitetin, ju mbështet komuniteti ju, apo ka i fije diferencë? Po, si të them, popullin në përgjithësi e kom fjallin për popull, po. Ata në kanë mbështet shumë mirë, jam shumë i kënaqur me popull, i duhet gjithë shqiptarët, për mua personalisht kanë kënë veçanti kosovarët. E tha që komuniteti popullit të mbështet, ju ka mbështet shumë edhe është shumë e vërtet, se populli ka mbështet, se ju vetëm që jeni artista të lokal, si më thënë, të Michiganit, por ju kënoni këngën popullore, kënoni këngë patriotike, kënoni edhe këngën e lehtë. Nuk keni një reporter John, nuk ka seni të fokusuar vetëm në një pikë, me sa kam njën. Po, i kënojmë gjithë llojet e këngëve, mire kestash, ashtu sa dim, po të gjitha, domethënë i përfshim të gjitha. Unë gjithmonë fan e kam kritiku, unë jam kritik. Po edhe unë kam kritika për ju. Okej, shumë bukur. Unë jam kritik, e kam fjallën, jam kritik gjithmonë, se më mendoj kur kritikon diqa, i nep shans tjetrit për me përmisu. Ose me korrigju. Jam kritik për faktin që shumica e këngëtarëve që vinë prej vendit tonë, e vinë sidomos për festat kombëtare, ose festat e fund vitit, na plasim me na ardha ta, që me na kënu këngën folklorike, me na pru traditen, me na pru gjubleten, me na pru vallën shqiptare, shumë të bukur, këngën shqiptare popullore edhe folklorike, dhe disa për tyne vinë këtu na kënu disa këngë moderne që na s'ka nevojë për ta. S'ka gjë, ato i gjajnë të na. Jo japim na tyne, me këtëm rapa të Shqipëria, po fatkeqësisht si kthej. Po dakord, po këtë e kam kritiku gjithmonë. Pra, jo vetëm ty, po tanë ju këngëtarët që jeni këto në Michigan dhe në diaspora në Amerikës, është më ju përgëzu, sepse i nebni shumë rëndësi traditë shqiptare, këngë shqiptare, se nëpërmjet këngë mesazh. Nëpërmjet këngës, fëmia mon traditën, mon folklorin dhe kështu brez mas brezi komuniteti shqiptar jeton gjallë.
Manjola, tash do të drejtu ty. Pse s'po flet gjithherë shot duke fol, tash apo arsyeja se një, e tash dim çfarë më pyet se i gjitha. Tash aja është një prej arsyeve, po ti mirë që unë po tërpnohem. Po ti herë se ti tha ke kritika për ne. Kritika. Po herë, na difta herë ça, se në gjë, me të thonë drejtën, aq mirë po ja bën. So i denë se ke, pse do thoshte, tonë thojnë sot mirë. Pa jo më ka ranë vesh mua, gjithë se gjithë kush u lëvdon, s'pari këtu. Oda, çfarë gjuhet është kjo? Oda. A keni shpjegim për mua? Po tjetër. Oda, tash fatkeqësisht vjen prej se na dina shumë mirë që Shqipnia ka kënë 500 vjet. Edhe është primën fjalë turke. Por, Oda ka të dashur miq, ka i koment me në jo ban këtu në Oda Podcast, me qanë se janë në nivelin me Top Channel atje, me klikime, Ja. dhe me pa vetëm se a komon drejt për kritikën që bëra. Kritika ka vend gjithmonë dhe kritika janë të na drejta, po takoj Manjola Herman e pa të podon përgjigje. Se vete Marku gjithmonë kena ka i përgjigje, por fjala od është primën dhe me atë doj prej ardhjet. Por ama në popullin ton, në e bukraton gjuve, në ton Ballkanin, e kanë ka një të përbasht. Pse? Sepse histori 500 vjet e kanë lënë ka i Evropa. Ata që kanë kënë atje në Shqipni, por është fjalë, prap i thojmë fjalë Shqipe, fjala jon, sepse në Shkodër, kur jena mledh, kina thonë, hajde dherë të Oda, hajde se mledhëm të kja Oda jon. Edhe jo se kina dasht me përdori fjalë turke, por kina dasht me përdor një fjalë popullore, edhe populli, aty ku kina leje, jena rrit, jo vetëm na, po e di që e ka Kosova, nuk e di për Malsin se e keni edhe jo, kështu që bravo, faleminderit që ma the, edhe dhe më thonë, ashtë aja fjala që na tonë si popull e kina përdor. Edhe na kina thonë që këtu në odën tonë, na flasim gjuhen që i na rrit, ku kina lej, e nuk e flasim me gjuhë standarde, se na kina dit me thonë dhoma jonë, por no, kina pranu për me thonë atë gjuhen popullore që tonë populli, ku do ku jena në përbotë, ose ata që janë Shqipni, e din që toni kina thonë, hajde dherë të Oda, ose kja është Oda jonë, është fjallë ma me dashni, është fjallë ma e mledhun, ma e ngërot për zemrën e për shpirtin. Për shpjegime tjera, doja kalaj kolegut tem Marko. Shpjegohë, se s'ka që mishtu shumë, pak për ashtoj, por është hera parë, që ne na bëj një kritik, ball për ball. Bravo, kja është burnia. Ja, në gjapa, thash për burni më burë. Okej. Është hera parë që na bëj kritik, ball për ball, edhe unë mendoj që miku i mirë, shoku i mirë të kritikon. I e dirë sa me e vlerësu si kritik. Edhe të sinqerisht të thamë, ku e mërë, me të bëjë dikush kritika, sepse ajo të përmison. E dyta, është e që tha Manjola, fatkeqësisht, në gjuhën shqiptare, kena shumë mbetje të gjuhëve të huja, sidomos asaj turqishtës. Po hima dhe me përmend që kena edhe fjalë latine, kena edhe fjalë serbe, fatkeqësisht, edhe fjalë italiane. Por kjo e Turqisë është shumë ma theksume, sepse kanë dhe 500 vjet. Por nga ana tjetër, ka shumë vite, 200-300 kohë Turqisë, si fjala od është përdorur në tana krahinat si një, si në veri, në Kosovë dhe Malzi, jo me i kritikë tonë, sepse kritika jote e ka vendin e vetë, edhe nuk mund të shmangëm, se është e vërtet se Oda vjen nga turqishtja, por, si që tha dhe Manjola, në këto kena dash me pru diqa kuptimin e fjallës popullore, jo me pru atë profesionalizmin, gjuhën letrare, si flitin e për emisione tjera, apo në për... të shti mund me tha, kishe mund me gjitha një fjallë tjetër, edhe prep me majtë standardin e gjuhës popullore. Por, ashtu e kena menu, kena lanë disa versione,
si ta titullojmë, bile kishim edhe disa versione anglisht, se kena po edhe në vend linje, dikush i thot Top Canal, Top Channel, Fax, Dax, Baxax, kishin dita në mivu në anglisht për me gjoja me tinglu ma bukur, por e vendosme me thirë oda, si oda burrave, oda e grave, oda e feminis, oda shëshnis. Por edhe i herë, kritika jote është me vend, edhe të falenderoj që na abane. Qa me në jonë sa është kryesorja këtu, Oda Podcast, është me një sukses të malë, atër emri është i mirë, si do qoftë. Me gjithë se me Odën jena rritë. Që jena të mundu me zjarë front. Po, por unë vetëm pata qef pak ma shumë me marë gjak. Jo, shumë mirë bane. Front e një komunitetin si një fëllonë. Absolutisht. Se je mrena komunitetit në tëna aspektet edhe në institucionet e komunitetit tonë, si e përmenda parë kena 2 kisha, kena 3 kisha, edhe ortodoksja atje, kena xhamin, kena teqen, po ashtu kena edhe shoqata, dhe këtu në komunitetin tonë shpeshherë njerëzit e quajnë fjalën e tyre nëpërmjet internetit, nëpërmjet Instagramit, Facebookut, TikTokut, por edhe kena edhe kanale televizive këtu në Michigan. Por Oda, podcasti i jon, është podcasti i parë në Michigan, ndoshta edhe në Amerikë, kena menu me çu mesazhin te shqiptar kudo që janë nëpër botë, vetëm mesazhe pozitive dhe mesazhe që na lidhin ne emigrantëve njëri me tjetrin. Se na emigrantët kena të njëjtën plagë. Na vënë tonë një. Unë ju njoh. Edhe u njoh shumë mirë, po thuaj se gjithëve që ajni në Oda Podcast. Dërsa kur jeni në emisione u shikoj, do më tha. Sikur se njoh. Sikur si njoh. Ashtë ma bukur ashtë. Aq knaqem emisione që i kini. Qa më pëlqen ma shumë ti se nuk i kini biznismen, as nuk i kini prezident, as nuk i kini, po i kini loj njerëzish, do më thanë. Që është ma thjeshti derin ma të malin, që ajo është amëlsira Oda Podcast, që vërtet edhe unë me gjithë dëshirë e shikoj çdo emision të juve, sikur mos t'ju njofsha. Sepse Fran, si se thame, komuniteti Michiganit, diaspora, është ndërtuar për tana klasave të njerëzve. Jo vetëm biznesmen, që shqyr zote që i kena, por kena inxhiniera, kena avokete, kena profesora, kena këngëtar, kena në tana lloje në profesioneve. Prandaj na komunitetin e Michiganit është kaq i pasur dhe unë e të prendor se ka herë, po kërnohem se shqiptarët e Michigani është zemra e diasporës të Amerikës. Përmendimin tënd. Me thonë drejtën, Mark, e ke thonë edhe në emisionin e parë, e ki përmend dhe në për gjatë vitit, se ma në fond e kena bo një vit që jena, dhe faleminderit Zotit gjithmonë këto njerëz nuk mërziten me ne, nuk mërziten të na dhënë dashni, por edhe na me gjithë shpirt japim te kjo punë, te kjo në fakt nuk mundesh me thonë punë se në punë paguhesh. Ndërsa na vim Këto vetëm hargjoni. Këto vetëm hargjojmë. Kështu që nuk është punë, por është me të vërtet dashni atëherë, edhe se kërkon një dedikim të edin se që kërkon arti, edhe kjo është një pjesë e asaj gjajet, puna e paloshme e Elvisit, e Markot, e Jemja, e Johans, e tanë ne që vem pa fund, por nuk e vem se paguna, nuk e vem se çfarë përfitime shpokena, por e vem se me të vërtetë e dona me zemër, edhe in personat të tanë miq tanë që vinë këto, që pranojnë se kena edhe prej atyre që s'na kanë pranu Fran. Patjetër. Sepse na e kena pak atë xhelozin. A pse thirrë Markun të parin, apo pse thirrë Markun të shikë thirrë Markun s'vion hiç. E kena Jo, më një mund me kanë diçka tjetër. Po, cila? Mund me kanë se ata janë të një niveli tjetër, në kanë një nivel me ne. Dhe disa njerëz që të një niveli tjetër, duhet më shku te niveli tyne. Prap tash duhet më shku te kritika. Edhe unë një herë më nova s'po vi.
Elvisin ditë e natë me ta, më njollën, jo Marko në njollë, një vit më rapa, do me tha, tash si kur ta disha se i një vit, më s'kisha marrë dhe s'pak. Jo, tash shpirtin më ke vrap. Thonë diqa, emnijat në këtë qështin e Oda Podcast, a përmenë shpeshirë, disa herë. Inshallah jo për të keq. Por, kena mënu gjithmonë që njerëzit tonë të afërm, që i kena suksesshëm në disa fusha, ose shok tonë dhe shoqet tonë të afërm, mas i thrasin fillim, për arsye se ti napim shans njerëzve tjerë për para. Që masojnë që tjerë në shoqërinë e vet. Që di më shoqërinë vet me favoritat, po. Kështu që ja, unë e bana vetëm me hap. Ja, e kuptoj. Po kjo ishte me disa pak publikut, se shoqënia jon është më ngushtë se sa i ftum në Oda Podcast. Unë e bana ma shumë të hapim temë, se sa. Shumë mirë bane. Nuk, ki do të kesh prap kritika, di se pas ka ardhë me qonë kritika, shmërdjoj. Vetëm me kritikuon, për tjetër që jam sot këtu. Pa hej. Unë mirë se ti ki kritika për Odin, po a the, bilem bane gjelos, se kam fjetë më shumë me Elvisin se me gru. Se unë e di se gjithmonë ju keni ulltu me muzikë, sa në Evropë, sa në Kanada, sa në për Amerikë, gjithkon. Të shdu me pranin gjeles. Të shkon fillu me të qetë Marko me Elvisin, më shumë se me gru. Me Elvisin, më shumë. E kam fjallën që a kene kritik për Elvisin? Se me Elvisin të kene për sa vide. Gjysëm më të kur ja fillove me tha Marko ka fillu me të fjetë, më toj se po më thu se ka fillu me fjetë me gruan, kisha për me Elvisin. Dhe të fjanë me Elvisin sa të shoj. Ja, po, e be ka më jata. Ja. Ka ata ka marrë Elvisin, po të da. Ja, marrë unë gati bashra po, të fillu me të mua betin. Mos u ma gjelos se Marko e ka fillu, më toj se po më thu ka fillu me fjetë me gruan. Ja, ta ka marrë Elvisin, sepse ti e din ma punë orë të gjata të punu për podcastin, këta për zotin heri natë heri tjetër, ka fillu me në bëgjë lastare. Tjetër që ju artistat, arti ka diqa ndryshme me sporti. Unë kam kënë sportist dikur, për sporti ka jetën shumë shkurt. Se mund është më luj sport dhe 30 vjeç, edhe 30 e pak, më ranë më në skemë. Atë shkove me në marë të jartin. Po, ja. Për qatë tjetëra kritik, prap. Jo, e kam fjallin këtu. Artistat jetojnë me artin deri që më dhe njëtën. Dhe më thanë kanë plane gjithmonë. Jo. Qëfar planesh, ose qëfar projektesh keni për të ardhme? Keni në një diqa që me editu publikot në këtë rast? Po, qash ti po thuj se projektet sa të bëjnë shëndeti, hera jo është. Po. I pari, e menim të zotit, projektet do t'i përfundojmë deri në frymën e funit. Ashtu është. Tash momentalisht jam të përgatit një këngë me një këngëtare të devotshme, me Elvira Fjerzën, e cila është edhe nrikulla jeme, e përshëndes. Po, Elvira është këngëtare artiste shumë fantastike. Shpresojmë se në muajin e gushtit do të bëjmë videoklipin, me qenë se shkoj atje, kam disa dasma, disa koncerte në gusht, ashtu që do të mundohem të bëjmë të realizojmë edhe videoklipin e shpejti atër do të jenë. Për zoten, Fran, i ta vitet e fundit për çdo vjet ke shku, vërtsat nëjnën edhe e ke baka i videoklip? Po, çdo vit vëlla ka një, shpesh herë edhe ka 2. E di, për atë vë tham ke bë bajagi gati për çdo vit, edhe prap duhet mi thonë faleminderit se tanë shqiptarëve që janë tokën tonë, sepse prej këtu shkon e bën muzikë atje. Po, i herna me thonë që duke ju faleminderua gjithherë kolegëve të cilët më kanë përkrah, duke filluar nga artisti maj mirë i Malsis, Nikol Nikprelaj. Në fakt, para Nikolët, të them, Han Nikprelaj, ka kanë vitet e 90 që i kam ba albume që unë isham askushi, ndërsa ajo ite yll, ajo ishte në kulmin e estradës saj, ka barë këngët me mua, në karë mi ka ba zënët e dyta, cilën e faleminderoje për shëndes. Atër e lashtu të vazhdua këngëtar mas këngëtarit, kur kam pas nevojë më kanë ndihmua Blek dhe Dvukaj, Nikol Nekprelaj,
Atëherë edhe këtu erdha në vitin 2010 mas ju ktheva, edhe këtu e gjeta i përkrahje po ashtu, tash mos t'i rris, kem thënë majsor të brijen atë edhe visim ka përkrah, kur jam marrë këtu, kem fillu me punu me ta, ashtu që tash s'du me fillu biznis të ri, se kam fillu biznisin ato vitet e para, kur kam marrë vitet e 90, ashtu që muzikën s'du me ndalë. Do me vazhdua, derisa të munem, derisa të mlani mali Zot. Aja është plani im për muzikën. Unë Franja kam ba, i këtë pyetje që pa të bëj ty, disa këngëtarëve që kanë këta. Ty pas për asysh se... Mos më bandë vështirë pyetje. Ja, krejt, është i pyetje që më mërmeja i interesant edhe njerëzve me ani, sidomos me ani për këngëtarëve, për artistave. Jetojmë në një kohë kur teknologjia po arrin kulmin dhe inteligjenca artificiale po prek edhe artin. Në këtë rast edhe muzikën. Unë personalisht jam dakord që njeriu duhet të përdor inteligjencën artificiale si një mjet pënimet, por nuk mendoj që duhet ta veshin petkun e inteligjencës artificiale dhe ta shesin veten sikur jashtë një niveli tjetër. Si mendon ti se kjo inteligjenca artificiale AI po ndikon të muzikë ose të artisti, a do e damtoj apo do ndihmoj një këngëtar apo se një artist? Unë personalisht mendoj, po shkoj pak më mrapa, me qenë se AI ose inteligjenca artificiale nuk është kriju në Kosovë, asë në Shqipëri, asë në Kosovë, asë në Macedoni, asë po janë kriju në Amerikë. Me gjithë se shumë njerëz menojnë që na që rrim në Amerikë, na jena budal, hambar, se unë kam pa rast që ka da një profesionalist ma shes kangën prej AI mua, edhe ja thash, nuk ka lind AI, thëmë atje, prej ka do që po knej, e njofim na për para. E njofim, thëmë. Po me gjithat, është ndihem pak, por në fillim, edhe pak interesant ka qenë. Po tani e kanë bëm, duket se kanë bëm si lash sepër, e kanë tepru me inteligjencën artificiale, edhe po thuaj se çdo këngë njihet, edhe nuk e ka i herna vlerën absolutisht, as kualitetin, as edhe gjithë këngëtarët kur e nixojnë AI, thot çfarë këngët kënga, po hajde kënoje ti ashtu. Do me thënë, kur të bash gjitha ajo vlerë që të pëlqen kur e nixon AI, kur të bash ti vetë personalisht, ka me i hup me 80-90%. Do me thënë, vetëm 10% keme pas të asaj që e nixon në AI. Ka njërës që e nixojnë vetëm AI, Pra, Fran, ti pa thuj që sidomos në një të arme shkurt edhe publiku, ka me dallu artistin, a ka ba këngën me AI, me inteligjencë artificiale, apo ka ba vetë. Pra, ata artista që do t'i bajnë këngë me inteligjencë artificiale, për mendimin tem, do hupin vlerën e tyne, edhe vlerë që kanë, në kjo se ata do t'a bajnë komplet me AI. Nikjo, mendimi është falas. Aja është mendimi jem. Nuk është, e thashtë se unë jam në rregull, por mua personalisht mua se më pëlqejnë AI. As ideja, se janë gjitha idejat njajta. Janë gjitha idejat të njajta, do më thënë, s'ka ndryshim. Unë bi dakord me atë që thënë, fakt se e krahasova aq bukur, sepse kur e ndin atë këngën që është e ka bëj AI, është aq perfect, sa njëri kur i thojnë s'mundet me e kap. Edhe kur ta knojnë një këngë që është e bama ashtu, kur ta knojnë një person, ton vlerët kanë rënë poshtë sepse është e pamujtur për me kenë makinë. Edhe aja është ai krahasimi që nuk mundet me krahasu njërin me robotin. Absolutisht. As nuk mundesh me dhënë atë zemrën, sepse kur e kënon live, ti një ndër ata, nuk mundesh kurrë me e pas si kasetën, edhe si atë emocionin që ja difton në moment. Kështu që nuk munden me hub vlerat, as nuk mundet me vlerësu një këngë prej robotit, më shumë se prej një njeriut.
Në kushte normale. Po, ti je vetë këngëtare Manjola, se tash kena nisë me lëvdua një tjetër. Po, ti dhanë komplimente. Po, komplimente. Ashtu që ti e din. I mean, ti i ke një gjuhë këngë, do më tha tinglojnë shumë mirë, kur e një gjuhë. Por hajde kush mund të baj, për pos AI. Kjo është një realitet, është realitet. Diçka falsa. Bashta absolutisht jo diçka, po gjithçka falsa. Gjithçka falsa. Në që, Mark, në fakt, por me ndruat e temën, është ajo që thuti për femnat falso, kjo është muzika, në qëse të me krahasu, ja qërpiko në ja këtë ja të thuti, atëherë mund është me pas edhe atë këngën që duket aja perfekte, por është komplet falso, nuk është e kënume prej një zemrët njeriut. Po të pak të në femrat e kanë skeletin e vetë. Vetëm i kanë disa pjesë, po kjo AI kjo është komplet 100% falso. Aja është menimi jam të pasë. Po jo, menimi jetë është menimi drejt, edhe mendoj që është si ti mendoj shumica e artistave, sepse njeriu, për me kënë artist, është me zjarë atë që ka mërën, atë talentin e vetë. Nuk është me mlatë copat e talenteve tjera edhe me allan dikuj. Një dhe me shprej talentin e vetë, është sa ka. E kur njeriu arrin me shprej talentin e vetë, është i realizuar. Pra, që mendoj që njeri sa më original me kënë, është edhe më i suksesshëm edhe njerëzit kanë më dashur më shumë. Fran, edhe një diçka të me të pyet, po vjen vera, a keni plan në pushim me shku në vend linjë apo me shku këtë vera, apo do t'ja kushtosh? A mund të kritikojmë tash prapë, Marko ja ka fillu me harron, sa thash më parë që do të shkojmë. Sa pra se ka të bakangën, të bakangën edhe... Po baja, jare pak, Marko. Kështë shumë drejt me në kritikuj se tja që do bash kongën, dhe do bash vendinje. Si duket që jam ardhë vetëm për kritika sot këtu, ha? Po jo, shumë një banë. Po na letë mërze, na kishtë dhe marrë malë dhe të pëtim më shpesh për me në kritikumër. Bravo qoftë, se kritikat i pojtë vetëm për mu, më njët vetëm komplimente, bravo. Më shkoj atje të podcast, pa gjithë lufdojnë ty, Marko, që të them? Bas kush që kom ba kur ku një koment që lufdojnë as Gjovanën, as Manjonën. Vetëm Markon. Edhe ka kapxilozia nga gruaja, vetë gruaja jeme. Detesh më pëlqeve. Ti i meriton kret kritika. Detesh më pëlqeve, për tesh ja ki fut këtë si thënë në Shkodanë, se qaj bëjnë këta komente Manjonës e Gjohanës, Gjohanës, mu s'man kërës me mu shumë pak bëjnë, por e marrë për kompliment. Sa hini frani mërën, unë si mos me eksistu heq këto. Elvisi ma janë shok, krejet edhe s'ke, tha, mark, tha. Ja, Frani ka burni. Mark, tha. Frani më respektoj mu njërë si më e malë që jam. Pa, pra. Si më e malë që jam, ma dhena, ju ka ma shok të shtinë. Po si se rujti i kompliment vëtër, Mark? Ja, ka lanë bot. Bot ka lanë kompliment asë andër. Mark, jam shumë gjelos në flok tu. Dërsi këto në kënë nevoj me kënë gjelëz, sa ati deri para i mujt a 2 mujt që i ki pas gjata dhe ti. A ti ka prej kush më zërë? A i ki prej vetë. Pas këtë drejt, po qa, mos të thuash se me të pa asë një kompliment. Unë e bile të pava, kur u ba kampionati i futbolit të shqiptarve, që u ba, i pishe pak lërg, pa unë isha sipër. E dyshove? Jo, po, Frani i këtë, dhe jam si me pa e flok gjata. Kur pa e flok kërë dhe i pasa po, prej Frani i flok. Shu që, aty s'keni u më bëgjë lësë, se i ki maj flok dhe gjata ta njëtën. Ta njëtën, vëlla. Në gjo, Fran, ti diftove tonë bashkëpunimet, se të është në gjo, duhet me të zera dhe ty, se ke ardhë me thes veç për ne. Në diftove tonë bashkëpunimet njenin më të mirë se tjetrin. A ke pas në i bashkëpunim që ta ka prishi fije lezetin? Po, ti ato gjithë herë në ollën, ato dhe një gjo. Kur i ditë, nuk është për ditë djeli. Herë është ditë, herë është shi, herë është borë. Pritë zotë, muj me kanë la akull, po akull s'kam pas dhe i tash. Po, shqyqyrzoj, se rëshqet, do më. Rëshqet vjen e copet. Po, atër, deri të akull i kam shkua. Ma nejs... I këthi dhe herë mrapa. Këthi mrapa, po. Po mirë, dhe më thonë, doke me... Shikati, ti diftohesh i me, që më thu, ka kem dit me shi, ne dit me djel, pak akull, po mërzu si jam mërzu. Nërsa ne në agër kanë përgjigjën, duhet me dhoni gjysore të fjalim në. Të shi du na bëj fje me hile.
Në gjo, këto janë gjana që duhet më përballu njeri në jetë, në muzikë, janë sfida tjetës, po thuaj se tana. S'kam diçka konkretisht që me thonë, Ka i knaqën. i knaqën jam. Po mirë. Da me thonë dhe me ti marrë ka s'keja si kritika, se këtë janë sa katej? Me ta thonë, detën pa më sha me gjetë diqa, që mi thonë, Frani që mi thonë, po s'di që mi Një thonë. që jam i fort, I përballon, i përballoj Jo, qefa. se kam... Jo, i përballoj. Po e kisha fjallë, që mi thonë ti djallë? Ja, në Kë gjë, punëtor është. Pa. Ardhin e ka, jo vetëm pasion, po e di që me shpirt e me shkon dhe më thane e njek hap mas hapi. Shoshnin e ka ma gjithmonë shoshni. Ka një familje të mrekullueshme, një gru kë ka bë lojna qysh se ka ardhur, veç ka një gru fantastike. Tamam, ma mirë se Ma mirë se Frani. Ma mirë se Frani. A shë pra? Po nuk e di e gjanë. Qa ka me ba? Ajo ta lufton nonën, tash ka me fillu me lufto ty. Ja, tham realitetin e këtë mirë. Ke fëmijët si drita zot ruj, njëri më mirë se tjetri, për iman që ke një familje fantastike. Zoti ta rujt shnetin ty, ton familjes tonë, edhe dashnin, edhe mrekullin që ke në shtëpi, sepse aja tregon punën tonë si bab, si burr, edhe të bashortës tonë si nan, si gru. Keni jeni të rrit, se vazhdojnë fëmija janë ala në rritje e sipër, që po rritni një familje shumë të shnetshme me tradita. Ja ndoshta ja e vogla janë rritesh se kam dako që si kam pa fëmijë, por gjithmonë me atë shqipen e bukur, me atë veshjen e bukur, edhe me një dashni të papame. Kështu që kjo ju takon të dyve ju për tanë kohën që keni vu të fëmija. Faleminderit në komplimente, faleminderit edhe ty Marko që po tremesh. Jo, për tham. Shkodran ka manua që janë matrim asun. Jo, faja ki mirë. Shkodran janë duk matrima, po. Unë më se Shkodran janë trima, unë më se Shkodran janë urt. Edhe trimnia edhe urtia thënë rrinë bashk. Por, sinqerisht të tham, kisha dash më të baj kritik sande. Jo vetëm për me pas replik në emision, ose me pas debat, po edhe me të nga të smun, po në kam të e gjithë, aja problemi. Ka që mirë ka këti fren? Ja, nuk po të ashtë një, po nuk e gjenjë. Ti që një ma shumë, Gjenjë këti, që mësta i kënë fani po këti kësanë. Ne mërë se të shpo po duke sigur se me komplimente mërë. Nëse do një Franit me gjithë kritika, thënë një Elvisin, a ka me gjithë kritika bollu. Okej, të shti me që Elvisin, nuk e kena pyjtë për para. Na difta në i gjohë që mundën me nga s'mu Frani, se kjo është aki ju të ti dina i sekret që na nuk e dina, se na, unë e Marko e njofim për të mirë, të shtiti që na difta? Ja, shushnija mirë nuk zjarë sekretet, ta di, edhe Elvisin, përsa një fonë Elvisi, kur s'mi ka zjarë sekretet mund që ka njësë me punu të shvonë, si pja zjarë sekretet. Frani qërë sa me dekada të punu bashkë. Po të shku me gjithë në bro. Fran, kisha një pyetje. Me qenë se une manjola nuk pa dina që me gjithë diqa. Cila është pika dopt e Franit që nështë bashkërte jo dhe nështë adin ose tjedin? Qa është një diqa që mund është ti me kritiku vedin ose që qalën dikon? Po... Mirë një vedin, thotë Frani. Mos për një Fran, as vetë vetën aq mirë. Jam pak mnisë. Më rrinë hatri. Po, Po, edhe vritem shpirtnisht. Nuk vritem... Ajo është, besoj që është ma e keqja që e kom vetë. Por, nofta, vritë shpirtnisht, por se ka herë, ka njërë që i metë hatri, por e harrojnë, si thënë Amerikan, e kalojnë, forgive, adi qa. Edhe e unë, i harroj, po thuj se pe i shumicës njerëzve, pe atyne që i kom ato afrëtit, ato i harroj ma të fështirat. Ata që i kom shumë afrë, ato i harroj shumë ma fështirë, po përposa saj tjerat jam tenk jam. Në më tha, aty jam veç bilele pak te për i mirë, i doshtë. Jo po i hapun, edhe ja u thom njerëzve në syne. I drejt për drejt. Po, drejt për drejte, nështë pak edhe te për jam të ajo
shkallë, se s'dime, nuk kam filter. Po. Na e vlerësoj, aja në fakt është diçka më vlerësoj, s'është e keq, aja shumë e mirë, sepse më mirë me ta thonë, si na tha sonte na sakatove sonte, se sa me na fallon kështu brusha me komplimente. I shoh, unë si tha që i përcjelli, i baj share, i shpërndaj emisionet tuaja, po thuaj se i shoh alle krejt shikuesit tuaj që i shpërndajnë, sa ma shumë të vazhdojnë me shpërndarje, se këta prapë si që thatë edhe ju ma parë, jesë fitoni vetëm që hupni, ose si që tha që mund ma parë për muzikën, disa herë vetëm hupim, pe këtune e marë që ju që asë su paguan kush. Nes në pagun kërkush. Po mund që në paguan edhe hupi, ashtu që sa ma shumë shpërndarje, sa ma shumë likes, komente, paktën i grim vlerë e kini ju pe asaj punë, ndërsa aty nësu kushtën as pak, ajo është e pakta që mujnë me ban shikuesit taj, ata që duhen. Po nëse se bëjnë ata dhe su donë kush. Normal. Ja, e kena thonë disa herë. Jena me fat, ne na dojnë shumë. Po kur tham shumë, bile s'ka i herë... Prapë kom fillu mu nga s'mu unë ju. Ja, se një që du mi dollë zëta tyne, sepse i jo në shkrojnë. Ti po do me tha që unë s'pun nga s'më ju, po i nga s'më i shikuesit e ju. Ata i kam një qëtë mirë, sa ka i herë, nga që e shofim aqë shumë shkrimet e tyne. A kini, në falë, a kini noja negative kështu në herë që u delë? Se kurri herë s'kam pa që u ka ban kush pyetje, a kini noj herë që u shanë kusha vetë më lufdojnë? Mu më shajnë, mu më thojnë sa është në ushtje. Pa në ka shamja me jolë. Pa ka shamja me thonë. Pa kompliment së shmër? Pa hajde më rejë. Jo, përdes, po me bo me dalë Elvisi, ka të s'kime të përmend ku shamnin në të. Kjo është simpatik. Por, në gja, më ke thonë që jam do pësu, se kishe ko, që s'më kishe pa. Përbes, jo do pësua. Edhe ata më thojnë tonë dite një është nështë. Jo, lirisht mos i thoni se unë si kam njofton këtë, kjo është manekene tash. Ti mboni me thonë nëse kam kënë gazet. Frani pa thot që publiku të njeftë shi vjetë ty në përmjet kamerave. Frani, unë e tjetë... Frani edhe po exageron, po, kështu që bevon edhe... Por, unë dheshta me thonë diqa tjetër, një në shumë janë mi që kanë shumë franë, edhe në Amerikë. Po, së më latë përgjigjen au shajnë njerëzit, au... Po, edhe ma njëra po të nga po në të shti. Me që kam lezuon, se unë nuk lezoj, por nuk më lezoj shumë, ma shumë duke lezën manjola dhe gjona, unë lezoj mu më kritikojnë edhe më kanë shumë. Shpesh në për komente, bile, kur talen, më pelqen. Kur talen me mu. Kur më shaj, se kam problem, po kur talen me mu, më pelqen. Ka rase, për shemë, edhe margazi, sinqerisht, se ka humor mrena ja gja, kur bënë. Njeri më ka thonë, shpesh për tajnë, thotë, ej, a ki e berberë kënë mërë, a shumë mërë të berberi mërë, a ki e berberë kënë mërë, që të mërë ata flokar për të bënë, e mu margazi. Ka tjesë, më shojnë t'i pi ujtë bekun, ka heru, këtë sa për... O, kjo a deshë, kjo... Edhe këta janë gëzuar. Unë duke që jam a i deshën e sot. Ja, jam a i deshën. Me thonë drejten du me e do një koment që e kam lezu. Por, kja pjesë e së nëgja në rrede sociale këta gjana në... Për zoti sekund. Kam lezu sët, ose dje, se në janë botit lamsh, një koment. Përveç Ilsi Ademit, si ka myu kush ku jenë Markut e Manjur, se vetëm ata flasin, edhe si lanë rrallë kujt, edhe kishin drejt. Edhe po do me tha që ta shkanë me tha dhe Frani. Teshta po thonë, në gjatë dita po ma është manë si ka kritiku kush, si Frani. Ja, unë nuk janë as kritika, unë bana pyet, kjo kje pyet, ja, au shanë kush, au e jep komente negative kush, unë, i shot gjithë lufdojnë, a deshta me dhjatë sikretin. Edhe i tjetër që a deshta mo pyt, a i shlyeni ato të këshia. Me thanë dejten, a din ke shim ata që i përdojnë fjallor të nëtë. Ata e meritojnë. Ata e meritojnë. Kurse ata tjerë, ta thamë sinqerisht, unë i kam pa disa komente... Marko është shumë liberal. Që janë talë me mu, edhe nuk i shin heq. Unë i thamë. Sepse gjdo njëri difton vetin. Tash po t'i tregoj i tjetër, unë
se po ta tregoj ty, ju, edhe po ja tregoj publikut. Një herë më tha një këngëtar shumë i mirë, s'po jap emën, se unë njeva i ofenduam, që në filluan me ban komente negative. Do me tha, shumica atyne komenteve negative nuk e kishen semnin shqiptar, semnin përgjithësi ashtu janë pa foto, pa unë isha brengos, më kite hinë soj gazepit mua, qapo më shajnë, një nga këngëtarët që është legjend, më tha, Fran tha, tash tha, mund është me i tha vetës këngëtarës. Sa mos shaj kush, je kur kushi. Mas kur të fillojnë, tha... Ati i ba taman, Ta është, tha, ke njës me kërcnua di, këma tha, pra të arsye të shajnë, tha, se besom, tha, nuk janë publiku, ata që të shajnë, edhe ju, muj me këndojon që ka noj podcasta, menon me ba noj podcasta, që ja vjep në to, ashtë në që pos pate kritika, pos shpate shame, nuk eksiston. Jo, Marko i thot në fakt në ta tha dhe ty, unë i mirë pres kritikat. Jo, ashtu thot edhe Marko, si ta tha dhe ty, jena dakord për kritikat, nërsa disa njerëz që përdorin fjalor të caktuar, nuk la. Është një diçka kena diskutu me Elvisin, me Manjoren e me Gjonin në fillim. Ka shumë rrjete sociale që janë hap disa podcaste, janë hap emisione një tjetër, edhe kanë gjetë një diçka që me mledh klikime edhe views si thirret, përdorin fjalë banale në podcast, përdorin historina që s'kan lidhje me jetën personale të njerëzve, domethënë nuk bëhen ata. E na kena vendos që në këtë podcast me bë vetëm muhabete dhe historina, komunikim për jetën përditshme të shqiptarit, kudo që jena, po edhe për ne emigrantat. Edhe na dina me shoh fjalë të nyta. Edhe na dina mo vesh me zjarr koshen, me zjarr joksin, me zjarr mrapanicat, ja si zjarrin tjerë. Për me fitu klikime, ose me fol fjalë të nyta, si ja bane, a ja bane, kur ja bane, kush ta bane, si ja bane. Dina e na. Jetojmë në vendin më demokratik të botës ku bëhen të tana. Por kena vendos që të marrim një seriozitet, sepse na komunikojmë me familjar, me fëmijë dhe me njerëz të cilët kanë orientim familjar. Unë tash do më kërkua faljes, unë tash po më duket vetja që unë jam të koda podcast, po ban ju pyetje. Ja, s'ka që na knash na kur dikush na ban pyetje, se nëpërmjet pyetjes që ban ti, edhe publiku na njeh edhe ne i fije më shumë. Po, tash unë pak të prova, të ma pyetje, mas pyetje, kritik, mas kritike, nështë ti je djalë artist, ti s'ke ti na njeh. Po, ajo është arsyeja që ku unë pyetje me bazë të njohin edhe këta si unë njohun. Absolutisht. Kjo është e bukur sepse çdo intervistë edhe çdo i ftuar ka kënë unik për diçka. Edhe kështu që kjo tash ty kanë me thënë Fran, shka dhe herë edhe kanë me të ardhë me listë. Kanë me të ardhë me listë pyetjesh. Kështu që ne të falenderojmë pafund në fakt që pranove, që ishe pjesë e ODS, edhe me nuk ka fjalë të mjaftueshme në fakt, sinqerisht kjo është jashtë rekordit, sepse nuk është thjesht për kompliment, por respekt pafund për ty si person, si njeri i artit, si njeri i dashtun, se i ke dhënë artit, i ke dhënë familjes, shoqënisë. Unë kam pas gëzime familjare në shtëpi, ti ke ardhur edhe pa asnjë lloj obligimit, pa asnjë lloj gjajet, e ke marrë mikrofonin edhe më ke kthu në gëzimet familjare, gjëna që jo çdo njeri i bën, jo çdo njeri i bën me pa asnjë lloj interesit edhe pa asnjë lloj përfitimit, por kjo është njerëzit e vërtet që kanë vlerat e vërteta. Unë e kam thënë edhe herë tjetër, edhe tham do ta përsëris gjithmonë, artist është ai që ka shpirtin e artistit, sepse thjesht pse të kallon Zoti zanin nuk të bën artist, por të kallon familja edukatën, të kallon familja dashnin, të kallon familja të ka bëh kë që jeti sot, sepse ke njeh rrugën e një babet, rrugën e një nanet, të kanë formu, të kanë gdhen, ashtu si jetu gdhen edhe ti fëmijët e tuaj për me kenë dikushi të nesërmen. Këto janë fjalë pa komplimente, janë fjalë me të vërteta që e meriton. Edhe bravo të qoftë për djali kujt je, edhe bravo vllai, baba,
burri. Këto janë fjalët për Franin. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi unë që isha pjesë e Oda Podcast, u vlerësoj shumë, jo si Markon, Manjolin, Elvisin, Gjoanën, se unë njoh gjithve, por si podcast u vlerësoj se kini një potencial shumë të lartë, shumë, edhe si që thatë edhe ju ma parë, serioziteti që është ma kryesorja e kini në vetë të veçantë. Ashtu që u uroj, u përgëzoj, do në zoti që bolë të mlej ini, bahi edhe 1.000.000 herë ma të mlej se sa jeni. Faleminderit Uroj për çdo fjalët e mira. sukses, uroj çdo të mirë. Faleminderit për fjalët e mira, sa e na kena të nevojshme. E kena thënë sa herë që pa ju të ftumit dhe pa shikuesit tonë që gjithmonë na bajnë komente, na bajnë like, na nuk ekzistojmë. Kisha përpara se minutazhit i vjen fundi, dashje pa dashje, të pas parasysh që komuniteti Michiganit është i madh dhe ju njihni këtu në komunitetin Michiganit. Kisha pas qef me na dhënë një mesazh, sidomos për gjeneratën e re këtu në Michigan. Një mesazh për rinin. Po duhet t'jesh i herë natyrisht i mëshëm, për me di me lanë mesazhet tjerve, në ata s'di sa kom, por mesazhi im kime kanë që i herë ta duan familjen rrallë parë, atër kombin, mundohen me mësua gjuhën tanë të bukur që e kena, gjuhën Shqipe, që jena të velon shumë mrapa, edhe ajo kime kanë mesazh jam. Pra, faleminderit edhe një herë. Edhe një se në fakt e harrume me e bë, ti na shove në sakatove, Fran Luca. Të rarëmend të shka, po. Pa, të shmëradërmend. Por drejtën e shpirtit, porrena. Si unë i venodën tonë? Unë tashme u lufdua të për shumë, shumica miqve taj nuk e din jashtë Michiganit se sa të afërmim na, unë tash po tremen se me vama u lufdua shumë, këta që njohin këtu, e na njohin këtu, e që e dim që e na jeshtun, të gjithë ne, kanë me tha, tash Frani, po i lufdon, vetëm se... Thash, Oden, nuk thash si ishe, se s'ke art vizit, as të Marko, as të Manjola, as të Elvisi. Ke art të Oda, këtu je mik e Odë sonte. Oda, qysh në momentin që hina allës po raj, më përqej shumë. Me qenë se Oda vërtet është Odë, që i kena thënë dikur, me mik pritje, thash edhe ma parë, me raki, finë, fillohet. Marko e kena burë këto. Unë njeva sincerisht, tash pa ban hajgare, se deri tash bana pak hajgare, unë njeva sin shpinë time, unë njeva i mirë pritun, me gjithë se s'ke që i mirë fjellët, në është me gjithë shka zë kritikova, unë njeva shumë mirë, edhe besoj që i kanë mu një gjithë ata që i vinë, edhe ata që u shikojnë pa tjetër ata i shoh, edhe komentet e miqve tuaj që u komentojnë, por edhe unë njeva si kur miqë taj, në më tha, edhe si gjithë që janë një deri tani, me njeva vetën shumë mirë, pata me datë pas shumë edhe unë për jush kritika, po tash nuk e di Me gjë në qofse në ordnan prep, jamër në abane pa hile se ditë me që kime në kritiku, se për së të balit, s'kisha lonë, dërsa ta qesha një kritik për ty, po në dzunën me fasia dhe dole vesh me komplimenta sote. Kollaj kishe gjithë vetëm ta kishe për Elvisin. Pa e di po, në ikotesh, për herë tjetër, zorë se shkan, po në i kritik. It won't be no next time. Se është e ka nga M&M. S'ka me kënë në ralla tjetër, su ma të redi se që më pret. Pse, friksojshë? Friksojmë kur të di se një pregadit, se pa pregadit unë muzaj e shtu. A ka file? Si pullën në kluca, si kënë kluca, si kanë dha. Kluk, po zë. Unë zuna si pullën kluk. Se tash kur të pregadit i ju, dini që unë s'ka me kënë
Po më bën përshtypje për Marku se unë jam e mirë. Jo, ti e mirë, jo, e kam sinqerisht se unë ta thash në fillim për kritika jam më pëlqen kritika me apo njerëzve ose shoqatave ose institucioneve, por në këtë rast sinqerisht për Franin nuk kam gjetur asnjë kritikë. U mundova me gjetë diçka, nuk mund të me gjetë. Po ti prej Frani duket që as ke prit kritika. Ajo më e keqja. Prit jo, s'prita kritika, por kur na bën kritike, me të vërtetë që më ardhi shumë mirë. Se kjo tregon sinqeritetin tan si individ dhe njëtën kohë tregon atë sinqeritetin tonë si të përgjigjshme me sinqeritet. Po absolutisht po. Unë ndeshta me foli fije edhe me publikun tonë se herë mas herë komunikoj me njerëzit që na njekon, e shumica janë edhe migranta, edhe ndeshta me uru tanëve një verë të qetë, të bukur, me pushime të bukura, me qetësi familjare, dhe t'i kaloni pushimet sa më mirë kudo që t'i kaloni. Ju përshëndes gjithëve dhe mos harroni me na bë like, me na bë subscribe në YouTube, me na bë like në TikTok, sepse pa ju na nuk ekzistojmë. Urime çdo festë që po vjen dhe kaloshi mirë me familjet tuaja. Pra, Fran, faleminderit që ishe pjesë e audicionit. Faleminderit për lojnat, për fjalën e mirë edhe kritikën. Faleminderit edhe ju që ma ftuat. E jam shumë kënaqur që kesh pjesë e odës sonte. Faleminderit. Tan miqve tan kudo ku jeni, përqafime pafund ju urojmë verë të marr. Mirupafshim.